Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 11 maj të 2025. Duket se është një ditë me rëndësi të veçantë në fushën e karrierës, sepse bën bisedime shumë të rëndësishme. Ajo çka do të ndodhi, do të ndikojë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, sepse lidhet shumë dhe ka një ndikim favorit në çështje të mëdha. Ajo që do ndodhi nëpërmjet ndikimit Jupiter-Uran na jep mundësi ku një trekëndësh ndikohet shumë në lidhje me shenjat e zjarrit. Dhe ky trekëndësh na ndihmon për sa i përket shenjave të zjarrit në lidhje me ekonominë, sidomos shenjës së dashit, shenjës së shigetarit, luanëve. Por njëkohësisht në shenjat e ujit që marrin një hov shumë të rëndësishëm në problematikat e tyre që kanë pasur. Ajo që do duket dhe është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me disa takime, me disa vendime që do të marrin. Dhe kjo bën që java që fillon edhe pse, një javë që lidhet me xhelozin, lidhet me kuptimin e çështjeve të mëdha. Mirë është të flasim pak dhe të dëgjojmë shumë. Të mos tregojmë gjërat e mira, gjërat e mëdha tek njerëz që e dim që nuk kanë fort qef diçka të tillë. Por gjithsesi,